Për shumë të rinj, rruga drejt punës nuk nis vetëm me një diplom. Nis me dikë që i dëgjon, i orienton dhe i ndihmon të kthejnë aftësitë e tyre në mundësi reale. Projekti të rinj për tregun e punës në Elbasan, Cërrik, Librazh dhe Prenjas, pjesë e programit Bashkimi Evropian për përfshirje në tregun e punës, u krijua për të mbështetur të rinj dhe të reja që përballeshin me vështirësi për të integruar në tregun e punës, pavarësisht dëshirës për punë, aftësive apo arsimit të përfunduar. Përmes projektit, 164 të rinj dhe të reja u përfshin në një cikël të plot 6 mujor, këshillimi drejt punësimit. Për 6 muaj ata ndoqën me përkushtim trajnime, këshillime individuale, orientim profesional dhe aktivitete që nxitën socializimin, vetbesimin dhe përgatitjen për tregun e punës. Programi i ciklit këshillimit që ndoqën për 6 muaj që na ndihmoi shumë që të hedhim ato hapet e para, le të themi, drejt biznesit. Ky proces nuk ishte vetëm një trajnim, ishte një rrugtim i vazhdueshëm mbështetjeje, ndjekjeje dhe fuqizimi personal. Për përfituesit u hartuan plane individuale të punësimit dhe zhvillimit, të cilat i ndihmuan të rinjt të përcaktojnë hapat konkret drejt formimit profesional, praktikës, punësimit apo vetpunësimit. Një nga vlerat më të rëndësishme të projektit ishte bashkëpunimi me institucionet lokale dhe strukturat e punësimit. Ky bashkëpunim krijoi mundësi reale për të rinjt, jo vetëm për t'u këshilluar, por edhe për t'u lidhur me vende pune, programe aktive të punësimit, kurse profesionale dhe praktika. Një nga gjërat që kam vlerësuar shumë tek projekti është jo vetëm qasja tek individi, por ka bërë të mundur këtë bashkëpunimin mes institucioneve që ka sjellë si një model të mirë, që edhe mbas këtij projekti, ky model jam e bindur do të vazhdojë. Fal këtij procesi, 60 rinj dhe të reja arritën të punësohen në profesionet e tyre ose në fushat e lidhura me aftësitë dhe formimin e tyre, përfshir infermierin, shërbimet sociale dhe sektor të tjerë lokal. Për shumë prej tyre, edhe pse kishin përfunduar arsimin apo formimin profesional, integrimi në tregun e punës kishte qenë i vështirë. Përfshirja në program u kthye në një mundësi reale për të nisur një kapitull të ri profesional. Në të njëjtën kohë, disa të rinj u mbështetën për të nisur rrugën e vetpunësimit dhe për të zhvilluar idetë e tyre të biznesit. Për Umer Jonuzin, mbështetja e marrë u kthye në realizimin e një ëndre personale dhe profesionale. Realizova ëndrrën time, fal Fondacionit Gjoselin, fal 5 viteve që jetova në Stamboll, mora eksperiencën e duhur rreth gatimeve turke, recetave origjinale të gatimeve turke. Thash pse jo mos të hap në vendin tim. Për Roald Kuqan, mbështetja e marrë solli më shumë efikasitet dhe produktivitet në punën e përditshme. Për një punë që unë mund ta bëj për 4 orë, mesator nuk mund ta bëj për 45 minuta, maksimumi 1 orë. Edhe del punë më efikase, më shpejt. Ndërsa për Marsida Xylalin, kjo eksperiencë ishte një mundësi që në fillim dukej e pabesueshme, por që u kthye në realitet. Nga zyra e punës marrë një njoftim që do ndiqesh një trajnim për 6 muaj, thjesht e mora si një shaka ose një të bëja diçka ndryshe, nga çdo ditë, edhe nuk është se kisha atë besimin e plot që do një ditë do dilja fituese. Edhe në momentin që dola fituese, akoma nuk e besoja që do dilja fituese, por e që arrita. Përveç punësimit dhe vetpunësimit, 15 të rinj u regjistruan në kurse dhe qendra të formimit profesional, duke hedhur hapa të rëndësishëm drejt rritjes së aftësive dhe përgatitjes për punë. 97.2% e përfituesve të përfshirë në matjen e kënaqësisë u shprehen të kënaqur me programin dhe mbështetjen e marrë. Këto rezultate nuk janë vetëm shifra,
Ato janë histori ndryshimi, hapa drejt pavarësisë ekonomike dhe mundësi të reja për të rinj që përballen me barriera sociale, ekonomike dhe profesionale. Projekti dëshmoi se kur këshillimi individual, bashkëpunimi institucional dhe mundësitë korrekte bashkohen, të rinjt nuk mbeten thjesht përfitues të një programi. Ata bëhen pjesë aktive e tregut të punës, e komunitetit dhe së ardhmes së tyre.